Ma që a shpalli Allahu Gudzelal Davudit a.s. Duke a bo me dije edhe ati, për në mërmjet ati edhe gjithë neve. Se gjatë rrugtimit ton, pa dyshim që ka me pas pengesa, sikletes, prova, vështirësi, këtë ka me kom, pjesë të jetës. Tha Allahu Gudzelal, robi im i cili nuk lidhet me krijesën time, por lidhet me mu, sikur se gjitha gjallësat në tokë, pra gjithë njerëzit, po edhe gjinët, ti nguliten për para, Allahu ka mi atë qetë një rrugdalje. Subhanallah. Mos u frigoni, pra me fjalë tjera, mos u frigoni. Pala tjetër shumë e fort, armiku shumë i fort, domi shumë e madh ka ma bo, ose gjinët janë shumë fort. Jo, mos u frigoni, sepse Allahu Dhul Gjelal ka thonë, nëse lidhësh me Zotin, do njerë mund të vonoje, ama Allahu Dhul Gjelal rrugdaljen ka me ta gjetë. Andaj të dashur vëllezër, një mesazh shumë i madh, që edhe ne kur kemi sfida në dunjo, zërë ta dim, dhe nuk mund ta kuptojmë ka na vjen, ama Allahu Dhul Gjelal na obligon që të jemi aktiv, të lodhim, ta lodhim trunin, si ta gjejmë një rrugdalje dhe ta arrijmë qëllimin e hajrit.